E, ka kohë që nuk kemi dëgjuar, keni qenë në Kosovë pushime. A ke pas pushima që u bu? Une isha ndeti dhe u ktheva prej pushimit. Që shkallove? Mirë shumë, faleminderit. Qa e kryesorja, familje krejt mirë? Krejt jemi mirë, falë Zotit, faleminderit Zotit. Ju mirë jeni? Te prind atje mirë krejt? Krejt numër jena. Në shumë. Zotri me gjithë, cili është moment i jetës që do t'a doje t'a përjetoj edhe njëherë një moment jetës? Në atë kohë kur kanë qenë shkollë të mesme, ajo s'harrohet kur. A e ki ndo një moment shumë special që thu? Ja, vetëm shoshni në atë kohë. Dhe me pas asi momentit t'i zgudzon asmi për me në emision. Jo, gudzoj, se unë se kom su shumë gati u martu me herë të edin. Pra këtë momentet e bukra një t'i ke pas me partnerën e jetës tone. Shoshnia ka qenë në pyetje edhe për që ata më ktheve mbrapa kur e poshkit për ata se jo për që... A din që shkur i menoj këto momentet me shoqëri, do të doja sigurisht që të përjetoja edhe njerë, po t'isha e vetëdijshme se atëherë kemi përjetu, po si na kon shumë vetëdijshëm që ka me qenë një kujtim shumë i bukur që kemi me pas qef me rikthy edhe njëherë, kisha pas qef me jetu qatë moment të e di që ko me pas qef me rikthy dikur. Do me thonë me pas vetdije totale, prani totale momentale, kështu vetdijes në ato momente, po është e pa mundur